kam deri veçantë të ndaj sot disa fjalë për kujtimi dhe minjoje për kryebiskopin Anastas, një personalitet me përmasa jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, një udhëheqës shpirtëror që shërbeu paqes, dialogut dhe dinjitetit njerëzor. Kryebiskopi Anastas, madhështia në të bërë dhe në të mësuar, kjo shprehje pasqyron thelbin e jetës dhe misionin e tij. Ai jetoi besimin si përgjegjësi ndaj shoqërisë dhe e konceptoi dijen si mjet për ndërtimin e urave ndërmjet njerëzve, kulturave dhe besimeve. Në çdo angazhim të tij, ai dëshmoi se feja, kur ushtrohet me urësi dhe përulësi, bëhet një forcë e fuqishme për paqe dhe mirëkuptim. Në marrëdhënie ndërfetare, kryebiskopi Anastas ishte një partner i çmuar dhe një zë i fuqishëm i besueshëm i dialogut. Ai besonte se bashkëtesa fetare është një vlerë universale dhe një përgjegjësi e përbashkët, veçanërisht në një botë që përballet me ndarjen, konfliktet dhe pasiguri. Bashkëpunimi ynë u ndërtua mbi respektin reciprok, mbi dëgjimin e ndërsjellë dhe mbi bindjen se paqja ndërtohet përmes veprimit të përbashkët. Në dimensionin ndërinstitucional, ai ishte i vetëdijshëm për rolin thelbësor që institucionet fetare dhe ato shtetërore luajnë së bashku në promovimin e stabilitetit, të arsimit, të solidaritetit social dhe të kulturës së dialogut. Ai shprehu çdo herë se vetëm përmes bashkëpunimit të sinqertë dhe të qëndrueshëm ndaj mund të ndërtohet shoqëri me të drejta dhe më gjithëpërfshirëse. Kryebiskopi Anastas ishte një udhëheqës që fliste me maturi dhe vepronte me përgjegjësi. Në momente sfiduese, ai ishte një faktor qetësues në kohë të ndryshimesh. Një pikë referimi morale. Shembulli i tij na kujton se dialogu ndërfetar dhe bashkëpunimi interinstitucional nuk janë zgjedhje të rastishme, por domosdoshmëri për paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm.